Prostitut. Roberta Lia i shpërthen ashpër ndaj I ashpër ka qenë Roberti, I cili teksa mbrojti djalin e tij, ofendoi vajzat, të cilat në blok u ngritën dhe u larguan nga studio. Edhe pse Alketa Vejsiu kërkoi nga Roberti një falje për vajzat, ky I fundit nuk u tërhoqi nga deklaratat e tij. Unë do të kap një model të një prindje ose të një djali që jetoj denjësisht. Unë s'kam ofenduar asnjë njeri. Unë kërkoj standard, kërkoj modele. Asgjë, asgjë. Unë kam dënuar modelin që pash aty dhe sjelljen që pash këtu. Edhe në talk tha se kjo është pothuajse pornografi. Unë nuk respektoj një vajzë të paedukuar. Unë nuk ja lejoj vajzës time të sillet në atë formë, është shprehur ai.